Durrësi po përballet me një fluks të shtuar turistësh, vendas por dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur Bregdetin Adriatik për të kaluar pushimet. Institucionet flasin për një rritje krahasuar me vitin e kaluar për ata persona që zgjedhin Durrësin, ndërkohë që Drejtoria Vendore Kufitare është në gatishmëri të plotë për të përballuar fluksin. Për këtë 6 muaj kemi 320.000 shtetas që kanë hyrë dhe kanë dalë në pikën e kalimit kufitar në portin e Durrësit. Dhe kemi një fluks nga këta shtetas janë 20.000 shtetas që kanë hyrë vetëm për qëllime turistike. Duke krahasuar me një vit të më përparshëm, kemi një rritje prej 5% të këtyre shtetave që janë për qëllime turistike. Drejtoria Kufitare në Durrës ka në monitorim plazhet nga Rana Hedhun deri në Divjak, një vije gjatë bregdetare ku shërbejnë shumë operator turistik privat. Për këtë arsye në gatishmëri është dhe njësia policore detare, e cila monitoron plazhet për minimizimin e incidenteve, si dhe për t'i ardhur në ndihmë pushuesve. Duke përfshirë që nga Rana Hedhur deri në Divjak, kemi një shtim të operatorëve turistik, të cilët operojnë në vijën bregdetare. Në këtë kuadër janë angazhuar rreth 250 efektiv të policisë së shtetit, efektiv të Drejtorisë Vendore të Kufirit, njëkohësisht të shtuar këta edhe me 20 efektiv të tjerë të ardhur nga drejtoritë të tjera vendore për një marrëvajtje sa më të mirë të sezonin turistik. Megjithatë, risi këtë vit ka qenë dhe lehtësimi i procedurave për mjetet lundruese që vinë në Shqipëri, ku policia do t'i regjistrojë ato në vendin e ankorimit, pa qenë nevoja që turistët të humbasin kohë në pikat kufitare. Është bërë në funksion risi teknologjike, e cila e normon punën e policisë kufitare për të vajtur në vend ku është mjeti turistik, për të bërë regjistrimin e mjetit, regjistrimin e udhëtarëve, pa pasur nevojë që ato të vinë të paraqiten në pikën e kalimit kufitar. Gjë e cila ju lehtëson atyre shumë edhe mbarvajtjen e sezonit turistik, qofshin këto operatorë turistik ose individ personal. Deri tani në plazhet e Durrësit nuk janë shënuar incidente me jet ski për shkak të kontrolleve të shumta. Vetëm 2 gjoba janë vendosur ndaj këtyre mjeteve lundruese për shkak se kanë operuar jashtë zonës së përcaktuar nga Bashkitë Përkatëse.